Ditët e fundit në disa prej mediave që ende shfaqin mbështetje për Erion Veliajn është publikuar një raport nga 2 studio ligjore prestigjioze ndërkombëtare, Kassowitz LLP në New York dhe Mission Conderea në Londër. Sipas tyre, arrestimi i Veliajt është i padrejtë dhe i pambështetur në akuza konkrete. Ata theksojnë se izolimi i tij për praktikat e ndjekura nga SPAK për paraburgim janë të dyshinta dhe mund të bien ndesh me standardet e gjykatës europiane për të drejtat e njerëzit. Por ajo që ra në sy ishte mungesa totale e këtij materiali në Top Channel, një nga televizionet më të mëdha në vend, që për një kohë të gjatë është konsideruar si një mbështetës i fuqishëm i Veliajt. Kjo erëstje vjen pas publikimit të përgjimeve në prill, ku doli në dritë se nga qelia e Veliaj drejtonte linjën editoriale të disa mediave, përfshirë dhe Top Channel, duke dhënë udhëzime për sulme ndaj prokurorëve dhe mbrojtje ndaj vetes. Nga ai moment, marrëdhënia duket se ka ndryshuar, pasi Edi Rama nisi të shkëpus hapur mbështetjen politike dhe media që më parë qëndronin pranë si Top Channel nisën të distancohen. Televizioni filloi të raportojë lajme me tone më kritike ndaj tij, përfshirë dhe tituj që pranonin si të mirëqenë pronësinë e një vile në qerret nga Veliaj, apo akuza për intimidim të dëshmitarëve nga çifti Veliaj Xoxa. Duket se pas rënies së ndikimit të Veliajt dhe tërheqjes së mbështetjes nga strukturat e PS-s, Top Channel nuk sheh më interesa në mbrojtjen e një figure që nuk ofron më as pushtet, as ndikim, e përpasoi as përfitim mediatik. Kjo shënon një kthes të qartë në qëndrimin ndaj tij, duke sinjalizuar fundin e një aleance të hershtur mediatike.